Në kuadër të panairit të 22 ndërkombëtar të librit në Selanik, u prezantua numri 26 i revistës Arkeotaksio, botimi i arkivit të historisë shoqërore bashkëkohore greke, me temë Emigracioni shqiptar në Greqi, e kaluara dhe e tashmja. Aktiviteti u zhvillua në ambientet e fondacionit Eksidaponia, me pjesëmarrjen e studiuesve, përfaqësuesve të komunitetit shqiptar në Greqi, studentëve dhe vizitorëve të panairit. Gjatë diskutimit u trajtua historia e emigracionit shqiptar ndër vite, sfidat e emigrimit, ruajtja e identitetit kulturor dhe ndikimi i emigracionit në jetën sociale dhe ekonomike të shqiptarëve në Greqi. Kandidatja e doktoraturës dhe koordinatoria e arkivit të emigracionit shqiptar, Ilirida Musaraj, foli mbi rëndësinë e dokumentimit dhe ruajtjes së kujtesës historike të emigracionit shqiptar. Profesori Konstantinos Cicelikis nga Universiteti i Maqedonisë u ndal tek roli i komunitetit shqiptar në transformimet sociale të Greqisë bashkëkohore, ndërsa Valbona Hystuna, antare themeluese e shoqatës së emigrantëve shqiptar në Tereza, ndau përvoja nga rrugtimi i emigrantëve shqiptar në Greqi, duke theksuar rëndësinë e solidaritetit dhe organizimit komunitar. Aktiviteti u organizua nga ASKI në bashkëpunim me Botimet Themelio dhe u vlerësua si një kontribut i rëndësishëm në promovimin e historisë dhe kujtesës së emigracionit shqiptar në Greqi.